and I do anything necessary for us. So don't. No, I ain't perfect. Nobody want me to hurt surfaces. Curve key lights, I'm right over her shoulder. I'm on track, money is keeping me focused. So blessed. Zoti Genti Ambici na ka ftuar dhe ne kemi ardhur me afro 6 makina, të cilat aktualisht ku jemi me një Gaz Volga, prodhim i ish Bashkimit Sovjetik, një makinë ikon e përdorur në Shqipëri gjithësisht në vitet 50, po jo vetëm në vitet 50 ka hyrë në Shqipëri, po është përdorur deri vonë. Në atë kohë përdoreshe nga institucionet shqiptare, nomenklatura e lartë komuniste e kohës. Është një makinë ikon, Gazi prodhoi disa modele të makinave. Midis tyre është kjo Gaz Volga. Përshëndetje të gjithëve, realisht ju jam shumë me njohës se cilin e ju që të bërë pa fund për ta kur ju falu. Basani, dhe uroj të bëhet tradit jo era parë dhe fundit. Faleminderit të gjithëve që morën pjesë që u realizua ky projekt. Atëherë, ky është një Beetle i 1965-s, Cabrio i modifikuar, sepse origjinali është i mbyllur, po. Dhe përveç këtij kam edhe një Citroen C1. Jo, 2CV quhet, ose 2 kavalli, Kam edhe një Mercedes W110 të 1965-s. Njohës gjithë, falenderoj Rëhojin, dhe Rëhojli ka dhuru 30 litra benzin ose naft. 3x10. Po, 3x10, kështu që do zgjedh një këtu ose kushtojnë këto të vinë, të zgjedh një këtu. Ja pas zgjedh të çunën e vogël, se mos thotë se ka bë me hiler vinë. Përshëndetje Autolanca, ja? Përshëndetje. Tash ju e keni sot të pavionin e bukur këtu në natyrë, me makina të epokës. Po. Cila është më e bukur për ty? Tani varet. Numri 6.